ju ftoj të përdorim të gjithë potencialin ton, intelektual, të gjithë fuqin ton, për të mbështetur këtë protest gjerë fitore në saj. Kjo protest do të fitoj. Dhe unë i them Edi Ramës këtu. Sa më shpejt t'japish dorëheqjen, aq më mirë do jetë për vendin, se për ty unë e kuptoj. Ndaj dhe të përgatitemi për një verë të nxehtë, intensive, por një verë e cila së bashku do bashkoj kombin më shumë se kur, sepse si që shifni, kjo është një protest mbar kombëtare. Ai vërtet, ç'duan ata nga Tetova, ç'duan ata nga Kosova, shqiptarët janë shqiptarë dhe nga të katër anët, kudo që ndodhen, në emigracion dhe kudo që banojnë, janë të angazhuar për t'i dhënë duart përfundimisht këtij regjimi, i cili ka sjellë Shqipërinë e ka bërë një vend të pajetueshëm për fëmijët e vet. Një shoqëri që nuk mbron dot fëmijët e vet, që nuk u siguron atyre të ardhmen, e sigurt është që vetë është pa të ardhme. Vetë ajo shkon drejt zhdukjes. Dhe ky projekti i Edi Ramës te i kalon 2 herë, minimumi 2 herë në efekte, projektin e zbatuar të Gjorgjeviçit dhe Pashiqit, projektin e Vaso Çurbulloviçit në Kosovë. Kështu që potenciali juaj është i madh, me çdo student, me çdo koleg